tundohesh fizikisht prift? Sa bukur që të tundohesh fizikisht prift. Po ka momente që dhe tundohem, por jam mjaft që ta mbledh veten. Pra jam mjaft ta kontrolloj veten. Sepse mendoj për të nesërmen. Dakord, u bë sot, po nesër. Mendon për Veladonin apo për gjithë jetën kushtuar? Mendoj për besimit? Unë asnjëherë nuk kam menduar se çfarë do thonë njerëzit tani. Për këtë që bëra unë, jo, se kam menduar kurse unë nuk jam bë kryepeshko për njerëzit. Jam bë për vete. Edhe për ata që e kanë dëshiruar këtë gjë. Iku kjo. Kështu që nuk jam njëri që tundohem shumë lehtë. Domethënë, personi që duhet kem përballë, duhet jetë shumë i aftë më tundoj dhe tundimet nuk e kam siç e kanë njerëzit normal, kam disa tundime të tjera. I ndan me mua këto tundimet e tjera? Jo, sepse janë private. Shiko, tundimet e mendjes ta dish janë më të rrezikshme se ato të trupit. Sepse mund të tundohesh për shembull nga një vajzë ose mund të tundohesh nga një djalë, rasti yt, mund të tundohesh nga një djalë dhe është më vështirë me djem se sa me vajzë? Jo, njësoj është. Mendoj unë. Dashuria dhe tundimi janë njësoj. Kur i tunduar për herë të fundit? Ka kohë që jam tunduar për herë të fundit. Nuk e çove deri në fund? Përpara se të bëhesha kryepeshkop. Para 4 muajsh, po fiks përpara 4 muajsh. Nuk e bërë me mëkate. Ke 4 muaj pa mëkatuar. Varet që quhen mëkat, se kush është mëkat për ty, nuk është për mua dhe Ana Sjelltas.